Pas vendimit përfundimtar të Prokurorisë Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit për rastin e spitalit modular në Tetov, akuzat ndërmjet pushtetit dhe opozitës kanë marrë hovë. Nga LSDM sot kanë akuzuar se për 5 vjet, VMRO dhe Mickoski kanë zhvilluar një fushat monstruoze kundër Venko Filipçes, duke abuzuar me tragjedin dhe dhimbjen e familjeve të ndjerëve. Keti Shterjova tha se për 5 vjet, ata kanë përhapur gënjeshtra, trillime, shpifje, vetëm për të hakmarrë ndaj kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes. Spitalet modulare u blen përmes një procedure ndërkombëtare nga Banka Botërore me mekanizma kontrolli gjatë krizës më të madhe shëndetësore në historinë e kohëve të fundit. Këto spitale nuk u ndërtuan për fitim të tenderit, por për të shpëtuar jetë. Ato u ndërtuan në një kohë kur spitalet ishin të mbipopulluara, kur nuk kishte shtretër të mjaftueshëm, kur punonjësit e shëndetësisë luftonin për çdo pacient. Ndërkaq Mile Levkov nga VMRO DPMNE tha se Filipçe nuk mendoi për pacientët gjatë krizës shëndetësore, por për mënyrën se si ta mbushte xhepin e tij përmes spitaleve modulare dhe se prokurori Abazi ende po e mbron atë. Për Islam Abazin, prokurori në largim, deti dokumenteve, raportet e eksperteve për spitalin modular në Tetov nuk ishin as një kuptim, as fakti që 14 persona u dogjen të gjallë në të njëjtin spital, por edhe truri operacionit të spitalit modular Venko Filipçe, prokuroria, imagjinoni, thot se nuk ishte fajtor. Dhe kjo është ajo që thot prokurori pas 5 vitesh, i cili ka shërbyer vetëm në LSDM dhe BDI gjatë gjithë mandatit të tij. Nga Vlen akuzojnë BDI-n se përballë tragjedisë 14 viktimave në Tetov, ata qëndrojnë të heshtur, sipas tyre dalin në pah edhe më shumë pyetje rreth mënyrës se si prokuroria arriti në përfundimin për mbylljen e procedurës për prokurimet e 19 spitaleve modulare. Islam Abazi, i cili sot drejton prokurorin për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, duhet t'i jap publikut një shpjegim të qartë dhe të plotë për këtë epilog. Ali Ahmeti nga ana tjetër nuk mund të sillet sikur kjo çështje nuk e prek politikisht BDI-n. Tragjedia ndodhi në kohën kur partia e tij ishte në pushtet, ndërsa sot, pas 5 vitesh hetim, familjet e viktimave ende përballen me pikpyetje të mëdha. Pushteti fajson opozitën dhe Filipçen konkretisht, ndërka që opozita, kryesisht LSDM, thonë se nëse do të kishte pasur edhe bazën më të vogël për përgjegjësi penale për Filipçen. A beson dikush se Mickoski dhe VMRO nuk do të kishin gjetur një mënyrë për ta përdorur atë?